kanë kalu ndoshta aq lehtë, ndoshta pritshmëritë janë qenë shumë të mëdha, edhe pastaj si çdo në rëndom jemi ul me trenerin zyre, kemi diskutuar edhe e kemi pa që nuk pajtohemi disa gjëna, edhe ka ardhur deri te shkutja ose deri te përfundimi i bashkëpunimit. Unë nuk mendoj që gjithmonë kur ndahesh me një trener duhet patjetër me pas një farë lufte mes veti në mënyrë që për gjatë këtyre 2 vjetë e gjysmë sa kemi bashkëpunuar, jemi marrë vesh shumë lehtë. Momentin kur ndoshta nuk kemi pas qëndrime të përbashkëta, atëherë unë mendoj që me një moment ku ti nuk i ke mendime të përbashkëta, edhe nuk je në një vijë me ato se çka të dy parë, me ato se çka ti pret, atëherë më mirë është ndoshta me ndo rrugën sa më herët se sa me prit mu bë më vonë. Kështu që këtë në mënyrë shumë gentlemane jemi ul, kemi diskutuar, nuk kemi qenë të kënaqur me paraqitjet e fundit, edhe kemi ardhur te përfundimi i këtij bashkëpunimi. Me që është edhe paraqitja ime e parë, domethënë media pas këtë këtyre ndodhive, unë shfrytëzoj rastin me falendëru publikisht trenerin Zekria Ramadani për krejt punën që ka bote na. Jemi shumë ka pas raportime ndryshme për një krizë të raporteve tua me të, për një krizë të raporteve, më fakt, kërë folim, të drejtuesve të klubin, përgjithësi jo Valen Zumberi, në krizë të raportet të tifozëve, një deklarat para ndeshjes që u zhvillua këtu për shikuesit, më mirë 100 shikues thjesht se 100 analista, kështu diçka, edhe pastaj këtu kanë qenë këgja një farë tërmeti tek drita. Lorek, kemi ta thonë me sinqeritetin shumë të madh. Ajo shkanimi na ka interesuar më shumë në këtë drejtim, ka qenë pjesa e anës profesionale, edhe kjo ka qenë e gjitha. Absolutisht nuk ka pas, domethënë krisje mes pronarit, ata nuk kanë qenë këtu fare, krisje mes me dhe atina jona kemi, unë mendoj që kemi raporte dhe kemi pas kontakte edhe pastaj, kështu që nuk qëndrojnë ato. Po ndoshta në momentin kur ti nuk e zhvillon atë debat ose diçka ose nuk del në publik me thonë, pastaj krijohen këto hipoteza. Po absolutisht jo. Ne jemi nda, sikur që mund me nda, që ndonë në popullat ekipe, kështu që... Nuk e di, a ka ndonjë pyetje nga panelistët për dritën, për Valonin,